Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra, më Krishtin ja ku jemi së bashku në takimin ton të përditshëm komenti i Shkrimit të Shenjtë. Jemi në datën 30 korrik dhe kisha në ortodokse në nxit lexojmë nga libri i Veprave të Apostujve, kapitulli 15, vargu 35 deri në vargun 41. Le ta lexojmë këtë pjesë dhe ta komentojmë sipas hetërve. Edhe Pavli e Barnaba qëndruan në Antioki duke mësuar duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Pas disa ditësh, Pavli i tha Barnabas: "Le të themi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Perëndisë për të parë si janë." Dhe Barnaba donte të merrte me vete Joanin, të quajtur Mark. Por Pavli mendonte se nuk duhej marrë me vete atë që ishin ndarë prej tyre në Pamfili dhe nuk kishte shkuar me ata në punë. Atëherë lindi një ngritje sa që ata u ndan njëri nga tjetri. Pastaj Barnaba, mbasi mori Markun, lundroi për në Kipro. Por Pavli zgjodhi Silen dhe u nis, pasi vëllezërit e lanë në hir të Perëndisë. Dhe përshkoi Sirin dhe Kilikin duke i forcuar kishat. Pra, kjo është pjesa që ne lexojmë dhe etrit e kishës e kam parë si një tekst shumë njerëzor, që do të thotë që edhe shenjtorë mund të kenë mosmarrveshje. Vetëm Perëndia është i përsosur, madje tek libri i Jobit na thuhet Zoti gjen gabime edhe të angjit. Aq më tepër natyra njerëzore që është dhe një botë të rënë, mëkatare. Por Perëndia mund t'i kthejë dhe dobësitë njerëzore, siç e shikojmë edhe në problemin që kishte apostulli Pavli me Barnabën, në një dobi për hapjen e Ungjillit. Por le ta lexojmë varg për varg dhe ta komentojmë sipas hetëve. Vargu 35 na thuhet dhe Pavli e Barnaba qëndronin në Antioki duke mësuar duke shpallur me shumë të tjerë fjalën e Zotit. Shënjagu i arti i thekson se apostujt nuk u larguan menjëherë pas sinodit të Jeruzalemit, ata vazhduan të mësonin sepse mbjedhja e farës së besimit kërkon edhe kujdes të vazhdueshëm. Pra, duhet dim se në Antioki pati një debat në lidhje me zbatimin e ligjit të Mojsiut apo jo, dhe për këtë apostujt vajten edhe së bashku me të gjithë apostujt e tjerë, pra apostulli Pavli dhe Barnaba dhe të gjithë të tjerët u mblodhen në Jeruzalem dhe në sinodin apostolik u caktuaj që kombet ose krishterët që vinin nga kombet nuk duhet të zbatonin ligjin në kuptimin që të zbatonin praktikat e ligjit, jo ligjin si moral, por duhet të ruheshin nga kurvëria, nga idhujtaria dhe nga pirja e gjakut. Këto ishin 3 kriteret që u vendosën nga sinodi apostolik. Pastaj apostulli Pavli dhe Barnaba u kthyen përsëri në Antioki, siç edhe dëgjuam, dhe vazhduan mësimin. Përsëri shënjagu i arti thot se apostulli Pavli dhe Barnaba dhe me shumë të tjerë, duke treguar se kisha është vepër e gjithë trupit të Krishtit. Pra nuk ishin vetëm apostulli Pavli dhe Barnaba që predikonin në Antioki, por dhe shumë të tjerë bashkëpunëtorë të tyre. E njëjta gjë ndodh edhe sot në Kishën Katolike Apostolike Ortodokse, nuk janë vetëm episkopët, prifterin që predikojnë dhe përhapin lajmin e mirë, po janë teologët, katekistët, por dhe gjithë besimtarët e kanë këtë thirrje për të thënë ato çfarë ata dinë dhe kanë përjetuar, patjetër të tjerat duhet plotësohen sipas doktrinës kishës dhe njerëzve të cilët kisha i ka përgatitur dhe ju ka dhënë bekimin ose lejen që të mësojnë popullin e Perëndisë. Pra, shërbesa nuk është vetëm të fillosh një punë, por dhe patjetër duhet ta mirëmbash vazhdimisht. Një komunitet i krishterë rritet përmes mësimit të vazhdueshëm të fjalës Perëndisë. Kjo është sfida që ka kisha gjithmonë, që përsëri dhe përsëri thot fjalën e Perëndisë, e interpreton, e komenton, dhe populli i Perëndisë duhet ta dëgjojë vazhdimisht atë. Madje liturgjia hyjnore, që është dhe lutja zyrtare e kishës, sipas hetërve të kishës na thuhet që nëse brenda saj nuk ka një predikim, ai nuk është e plot. Pra, jo vetëm lexohet Shkrimi i Shenjtë në shumë shërbesa të kishës sonë ortodokse dhe në liturgjinë, por dhe ai interpretohet. Pra, është predikimi që është i domosdoshëm, sepse kështu pra arritet besimi. Besimi vjen nëpërmjet dëgjimit. Dhe le të flasim për vargun 36. Pas disa ditësh Pavli dhe Barnaba thanë: "Le të kthehemi të shohim vëllezërit tanë në çdo qytet ku kemi shpallur fjalën e Perëndisë për të parë si janë." Pra, apostulli Pavli nuk shqetësoi vetëm për predikimin fillestar,
por dhe për qëndrueshmërinë shpirtërore të besimtarëve, të komuniteteve ose kishave që ata kishin ngritur. Bariu i mirë nuk numëron vetëm kthimet, por kujdeset për rritjet e besimtarëve. Edhe sot nuk mjafton të sillesh dikën në besim, por duhet ta shoqërosh, ta inkurajosh dhe ta ndihmosh që ai të rritet. Pra, ta katekizosh në mënyrë të vazhdueshme. Vargu 37 na thotë, dhe banat do të merrte me vete Joanin, të quajtur Mark. Në këtë varg na tregohet se si na thon edhe Shën Jeronimi, fillon edhe ajo konflikti ndërmjet apostol Pavlit e Barnabas. Barnaba ishte një shembull i njeriu të mëshirshëm dhe kishte shpresë për rikthimin e atyre që kanë dështuar. Do të dim se Joani ose Marku ishte nipi i apostol Barnabas, por në një moment caktuar ai u tregua i dobët dhe u kthye përsëri në Jeruzalem dhe nuk e përballonte dot atë sfidën e apostullimit. Por Barnaba jo vetëm si i afërmi i Markut, si daja e tij, por mund ta themi edhe me dhëmshurinë që ai kishte, besonte se Marku kishte ndryshuar. Pra, njeriu nuk mbetet në një qëndrim statik. Për shembull, nëse ai nuk mbetet i rrëzuar, por ai mund të ngrihet. Prandaj, një krishter nuk duhet vulos për gjithnjë dikë për një gabim të kaluar. Pendimi është mundësia për të ngritur dhe përkushtimi për një rritje të vazhdueshme. Prandaj, edhe Zoti nuk na shikon, na gjykon dhe na përcakton në një moment. Edhe të rënjes dhe të ngrihet, por ai shikon vazhdimsinë dhe sidomos ne gjykohemi se si përfundojmë shërbimin ton tek Zoti ose jetën ton shpirtërore. Vargu 38 thotë, por Pavli mendonte se nuk duhet marrë me vete atë që ishte ndarë prej tyre në Pamfili dhe nuk ishte shkuar me ata në punë. Shënjau Gojarti nuk e kritikon Pavlin. Ai thotë se Pavli mendonte për përgjegjësinë e misionit. Ai kërkonte bashkëpunëtor të sprovuar dhe vërtet apostollimi nuk ishte thjesht një relaks, ishte një sakrificë, ishte si të shkoje si dele mes ujqerve, pra mes paganëve, dhe kërkonte vetmojim. Pra, apostol Pavli mendonte se ndoshta Marku mund t'rregojë përsëri i dobët dhe mund ta lindte misionin. Këtu nuk ka mungesë dashurie, por kujdes për veprën e Perëndis. Pra, jemi dy persona të ndryshëm, ose na thuhen për dy persona të ndryshëm, siç është apostol Pavli, i cili ishte njeri që këmbgulës dhe kërkonte njerëz sa më të përkushtuar në misionin apostolik, siç ai pari e bënte këtë, por kemi edhe apostol Barnabën, i cili ishte më i dëmshëm, më i mëshirshëm dhe pranonte edhe rënjet e njerëzve për t'u dhënë një mundësi ngritje. Prandaj, si mund ta kuptojmë sot këtë? Dashuria dhe përgjegjësia duhet ecin së bashku. Ndonjëherë falja nuk do të thotë se një person është më njëherë gati për çdo përgjegjësi, por ai duhet të rritet. Prandaj kemi dy këndvështrime të ndryshme, të cilat pranohen dhe në një farë mënyrë implementohen, pra aplikohen brenda kishës. Jemi në vargun 39, ku na thuhet: atëherë lindi një ngritje sa që ata ndanë njëri nga tjetri. Pastaj Barnaba, pasi mori Markun, lundroi për në Kipro. Lindi një grindje sa që u ndanë. Shën Agustini Hipos thekson se kjo nuk ishte një armiqësi, por një mosmarrveshje në gjykim, pra secili këmbgulte në mendimin e tij. Shën Joan Gojarti shton se Perëndia e ktheu këtë ndarje në bekim dhe nga një ekip tani kemi dy ekipe apostolike misionar për të përhapur lajmin e mirë. Duhet dim se apostolët ishin njerëz dhe ata edhe pse ishin të mbushur me Shpirtin e Shenjtë, por sosmëria e tyre ishte një proces derisa ata arritën dhe u përsosën. Prandaj, nuk duhet të shikojmë apostujt thjesht në kuptimin e të pagabueshmit. Jo. Kjo tregon se natyra njerëzore gabon. Prandaj, çdo dogmë që ka dalë se një njeri nuk mund të gabojë, por në kishën ortodokse është një herezi, njerëzit gabojnë, vetëm Zoti nuk gabon. Prandaj, duhet të shikojmë dhe gabimin njerëzor brenda institucionit kishtar, por që kisha, duke qenë instrument ose si të them vendi ku Shpirti i Shenjtë qëndron dhe vepron, në ndjenjën e saj universale nuk gabon dhe korrigjon dhe gabimet njerëzore ose ndahet prej tyre. Prandaj, mosmarrveshjet nuk duhet konsiderohen se shkatrojnë kishën. Kur njerëzit mbeten të përkushtuar ndaj Krishtit, Perëndia mund të nxjerrë të mira edhe nga situata të vështira, edhe nga keqkuptime, edhe nga konflikte njerëzore. E kemi jo vetëm në këtë rast, por edhe në rastet
e jetëve të shenjtorëve, mosmarrveshja midis shenjtorëve të cilët kishin të njëjtin qëllim, por si natyrë njerëzore duke mos e rrokur të gjithën, mos e kuptuar gjithën, ata kishin kufizimet dhe keqkuptimet e tyre. Por në dy rastet Zoti e vlerëson punën e tyre dhe e përdor punën e tyre. Kjo është providenca hyjnore që është mbi palët njerëzore. Prandaj asnjëherë nuk duhet të friksohemi sepse kisha si trupi i Krishtit nuk gabon. Por duhet të distancohemi nga një mendim se njeriu mund të jetë i pagabueshëm. Nuk ka njerëz të pagabueshëm. Flasim në vargun 40, por Pavli zgjodhi Silën dhe u nis, pasi vëllezërit e lanë në hir të Perëndisë. Apostull Pavli zgjodhi Silën. Dhe Apostull Pavli dhe Sila i besuan hirit të Perëndisë nga vëllezërit. Kështu që thamë që kemi tashmë dy grupe. Kjo tregon se misioni nuk është iniciativë personale, por dërgim nga bashkësia, komuniteti i kishës. Kështu që edhe apostujt ishin të dërguar nga Krishti në kishë dhe nëpërmjet kishës vazhdonin ata të dërgoheshin për të përhapur apostollim. Kështu që askush nuk mund të bëj një apostollim ose një misionarizëm thjesht me veten e vet. Ai patjetër duhet të jetë i dërguar nga kisha, nga të ketë atë, si them, hirin, hirotonin ose hirothetin nga kisha, si një klerik ose si një teolog, si një katekist. Ndryshe si mund të shkojë dikush nga vetvetja edhe të marrë përsipër misionin apostolik, kjo nuk qëndron. Prandaj duhet jemi të kujdesshëm. Nëse dikush na vjen edhe na kërkon na katekizoj në rrugë ose në shtëpi, neve duhet të bëjmë një pyetje. Nga kush vjen? Kush të ka dërguar? Nëse ai thotë unë vi nga vetja, nuk jemi detyruar ta pranojmë dhe ta dëgjojmë. Por nëse ai thotë unë kam ardhur nga kisha dhe patjetër ka atë statusin e vërtet si dërguar nga kisha, atëherë duhet ta dëgjojmë. Sepse ai nuk po flet në emrin e tij, po flet në emrin e kishës dhe i dërguar nga kisha, duke i dërguar nga kisha është dërguar nga Zoti. Siç dërguar dhe apostull Pavli dhe Sila nga vëllezërit, nga komuniteti, nga kisha. Prandaj, misioni nuk është iniciativë personale, ta kemi parasysh të, por dërgim nga komuniteti i kishës, nga vetë kisha. Vendimet të rëndësishme në shërbes duhet të shoqërohen me lutje, bekime dhe mbështetje nga bashkësia. Jo thjesht iniciativa personale, ose të vetë shpallur dhe të vetë dërguar. Flasim dhe për vargun 41, që është i fundit për sot, dhe përshkoi Sirin, Kilikin duke forcuar kishat. Pra, tu na tregohet për misionin e apostullit Pavli bashkë me Silën. Shënja Ngujarti vëren se synimet e Pavlit nuk ishin vetëm të themelonte kisha të reja, por të forconte edhe ato ekzistuese. Forcimi i besimit është poq aq i rëndësishëm sa ungjillizimi. Si thuhet, të nisë një punë është e bekuar, por ta mbash atë është më e vështirë. Prandaj, edhe të nisësh një apostullim është shumë mirë, por të vazhdosh të ungjillizosh është patjetër një detyrim, sepse ndryshe gjërat nuk shkojnë aty ku duhet. Pra njerëzit harrojnë ato që kanë mësuar dhe nuk përparojnë në besim. Këtë bën kisha. Përsëri dhe përsëri ajo flet fjalën e Perëndisë dhe e interpreton atë. Një kishë e shëndetshme, mund të themi, nuk mund matet vetëm nga numri i anëtarëve, por nga pjekuria e besimit, unitetit dhe qëndrueshmëria e saj. Dhe kjo vjen nëpërmjet predikimit të fjalës. Pra dhe mistereve të kishës. Nëpërmjet predikimit të fjalës dhe mistereve të kishës, pra rriten besimtarët në besim, ata shtojnë dashuri për Zotin, dashuri për njëri-tjetrin dhe kështu rritet uniteti dhe qëndrueshmëria e një kishe, si lokale, por dhe ajo që është një kisha e përboçme, kisha e Krishtit ose kisha ortodokse. Prandaj, mësimet kryesore të hetërve të kishës janë: predikimi duhet pasohet nga kujdesi pastoral. Mëshira që personifikohet me Barnabën dhe përgjegjësia me apostull Pavlin nuk janë kundërshtime, të dyja janë virtutet krishtere që duhet aplikohen në kishë. Edhe shenjtorët mund të kenë mosmarrveshje pa humbur dashurinë për Krishtin. Perëndia është në gjendje të përdorë konfliktin njerëzor për të përhapur ungjillin. Qëllimi i kishës jo vetëm të fitojë besimtarë të ri, por të forcojë ata që tashmë besojnë. Pra, njohtësi e domosdoshme është se apostull Pavli, pavarësisht se kishte këtë opinion për Markun ose Joanin, më vonë ai ka një opinion tjetër për Markun dhe Joanin, sepse ai kërkon përsëri. Shikoni çfarë thotë tek letra 2 e Timotheut. Merre Markun dhe si me vete sepse më shumë i dobishëm për shërbesën.
Kjo tregon se gjykimi i apostullit Pavlit nuk ishte dënimi i përhershëm. Marku, si njeri u rrit, ai u provua, u bë besnik dhe një bashkëpunëtor i çmuar, jo vetëm i Barnabas, por dhe i Pavlit më vonë. Prandaj kjo përputhet me theksin e etërve se hiri i Perëndis mund ta ndryshojë njeriu dhe ta rikthejë në shërbim. Kjo është ajo çfarë ne kuptojmë nga kjo pjesë e librit të Veprave të Apostujve. Ne nuk do gjykohemi në një moment caktuar të jetës, flasim për shërbimin e Zotit, por në një vazhdimsi deri në fund. Kështu se edhe apostulli Marku në fillim u tregua një djalosh i dobët, pra ai u largua nga misioni, por pastaj ai me pendim u rikthye dhe u bë një predikues, një apostull, një ungjillor i spikatur dhe shumë i dobishëm për shërbesën apostolike të apostullit Pavlit. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe bisedën për sot, por takuam në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.